Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Salavatet selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe zër besimtar, për të gjithë ata që dëshirojnë me ardhë në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, kemi 5 këshilla të arta që besimtari të mundohet këtë udhtim ta shfrytëzoj dhe të fitoj shpërblime të mëdha të Allahu subhanahu wa ta'ala. E para është rinovim i niyetit, qëllimit. Pse kemi ardhur këtu? Wallahi nuk kemi ardhur për tregti. Kemi ardhur me bë tregti me Allahun Azza wa Jall. Po, tregti me Allahun Azza wa Jall. Mirë po jo tregti të dynjas. Jo të përfitojmë prej gjërave të dynjas, mirë po të fitojmë shpërblime të mëdha të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, nuk kemi ardhur për turizëm, nuk kemi ardhur me bë foto, mirë po as nuk kemi ardhur për me humb kohë këtu. Kemi ardhur vetëm me fitu sevapet e Allahu Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ndërmirët udhtimi përveç se në 3 xhami. Mesjidul Haram, xhamia e Shejt, Qabja, Mesjidi Hadha, kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhamia ime, kjo xhami këtu, edhe Mesjidul Aqsa. Pra, njeriu nëse dëshiron me udhtu që me fitu shpërblimet Allahu Azza wa Jall gjatë këtyre udhtimeve, atëherë këto 3 xhami domethënë janë që njeriu fiton sevape. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu neve se namazi në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka vlerën e 1000 namazeve. Andaj, ne të mundohemi që t'i falim namazet në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prapa imamit. Dhe kështu që të fitojmë shumë shpërblime. Dietar kanë thënë, çdo namaz, qoftë edhe nafile, inshallah do ta ketë shpërblim, domethënë shpërblimin e 1000 namazeve. Ruaj adhurimin dhe respektin në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur të hymë në xhami, hymë me këmbën e djathtë dhe thuajmë Bismillah, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Nëse e dim duan, lutjen e hyrjes në xhami, atëherë e thuajmë, nëse jo, atëherë mjafton me kaq. Dhe kjo është ky sunet është që duhet të thuhet në çdo xhami të botës kur të hymë. Pa marrë parasysh në cilën vend je, hymë me këmbën e djathtë dhe e thuajmë lutjen të cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, para se të ulesh në xhami, mundohu që t'i falish 2 rekat namaz, dhe po ashtu edhe ky sunnet vëllezër duhet të praktikohet në çdo xhami të botës kur të hymë. 2 rekat me i fal namaz, tahiyatul masjid. Pra, kur të hymë në xhami, mirë është para se të ulemi që t'i falim 2 rekat namaz. Disa prej dietarëve kanë pasë është obligim. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sulejkit i tha, "Çu falu dhe kujdesu për këtë." Mirë po, kemi mendime dietarëve që thajnë edhe është sunnet i fortë. Andaj, besimtari duhet të kujdeset për t'i praktiku sunnetet e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, shko dhe përshëndete Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam edhe 2 shokët e tij, Ebu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu ta'ala anhum. Nuk ka nevojë që të bësh dua, nuk ka nevojë që ta prekësh varrin, mirë po mjafton vetëm të japish selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj Ebu Bekrit dhe pastaj Omerit radhiyallahu ta'ala anhum. E katërta vëllezër, shfrytëzoje kohën në ibadet, sepse
koha në jetën e besimtarit është koha më e çmuar, më e shtrenjtë edhe se ari dhe argjendi. Sepse ne jemi këtu pak ditë, e këto pak ditë duhet të shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme, që kur të kthehesh në shtëpinë tënde, atëherë të kesh probleme të mëdha te Allahu Azza wa Jall. Pra, mundohu me shfrytëzu me ibadete adhurime, si falja e namazit me xhamat, falja e namazeve të xhenazës, leximi i Kur'anit, përmendja e Allahut Azza wa Jall, qëndrimi në xhami, leximi i dhikrit, me thonë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, bërja dua, me thonë me shfrytëzu këto momentet vetëm e vetëm në adhurim të Allahut Azza wa Jall. Andaj, çdo moment që qëndrojmë në xhami, inshallah, ke shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu vëllezër, edhe këshilla e fundit është që të bëjmë dua sa më shumë. Sidomos kur jemi në xhami, bën dua, lutë Allahun Azza wa Jall, pasi që të gjithë kemi nevojë për me na pranu Allahu Azza wa Jall lutjet. E ke babën e sëmur, e ke nanën e sëmur, e ke djalin një të gëzum, ban lutë Allahun Azza wa Jall sa më shumë, kërko prej Allahut Azza wa Jall të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Andaj, mundohu vëllezër besimtar, mundohuni që të shfrytëzoni, do me thonë, këto ditë që qëndroni në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. E lusim Allahun Azza wa Jall që këtë udhtim që e bëjmë të jetë i pranuar të Allahu Azza wa Jall, po ashtu të na mundsoj edhe të vijmë edhe udhtime të tjera në Medinën e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.